Ne kemi pas takime në Senat. Po kjo është, domethënë kjo është trellim i papam. Pas sulmit në Banjë, ka pas takime me kryeministrin e Kosovës. A jetojmë në një shtet ku mbahet memoria kolektive e qartë apo jo? Por cila parti politike nuk ka dënuar sulmin politik terrorist në Banjë? Ne kemi pas takime në Senat. Pro, Klan Kosova dhe Radio Evropa Lirë sa poran. Edhe treta. Ra një pjesë e Klan Kosovës. Por media triumfojnë sërish. Shqeqani. Ajo që ka, do me thonë, kjo gjua polarizuese është jo dobishme për Republikën e Kosovës, është gjuhë në shërbim të polarizimit më të tjeshëm, s'kam se si ti përgjigjem, përveç me qëndrimet politike të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por ajo që ka poshtë, se janë njerëzit tonë, deputetët tonë, teksa flasin për votat e listës sërbe për qeverinë. Janë deputetët e asaj që pretendohet jetë e qeverisja jashme. Edhe një pyetje